الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Shembull tjetër e marrim pastrimin nga dysitë e ndryshme në trupin ton. Pastrimin me anë të abdesit. Thot Allahu Azza wa Jall: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtet Allahu i do ata që pendohen shumë, ata që kthehen te Allahu me pendim shumë. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, dhe i do ata që pastrohen. Të ndalemi pak te ky ajet madhështor. Dhe të vrejmë se si njeti, sjela ndërmen e njetit e perfeksionon veprimin e njerit, qoftë edhe nëse është pastrim i rrobave të tij. Për shembull, kur ti e pastron rrobën tënde nga ndytësirat, ndjeje në vete se Allahu të do. Pse? Sepse Allahu në ajetin paraprak tha: Inna Allaha yuhibbul mutatahhirin. Vërtet Allahu i do ata që pastrohen. Kur të marrësh abdes, sjellë ndërmend dhe ndjeje se Allahu të do. Pse? Sepse ti po pastrohesh, po i pastron gjymtyrët tua. Po ashtu kur ta lash trupin, kur të marrësh gusull, ndjeje këtë se Allahu të do, se Allahu i do ata që pastrohen. Padyshim se ne sot si musliman kemi defekte të mëdha në këtë aspekt. Jemi të shkujdesur nga këto kuptime madhështore. Pse i veprojmë këto gjëra, pastrimin e trupit nga dysit apo marrjen e abdesit? Vetëm se është kusht për vlefshmërinë e namazit, vetëm kaq. Nga frika se mos namazi ynë pastaj nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, jemi tërësisht pavëmendshëm dhe nuk e sjellim ndërmend se pikërisht këto veprime janë gjëra që na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Janë shkak që Allahu të na dojë neve. Sikur ta sillshim ndërmend këtë gjë, padyshim se adhurimet do t'i kryeshim në një formë krejtësisht tjetër nga ajo që i kryem deri më tani. Dhe do të arrinim dobi të mëdha, mirësi të shumta në jetën e kësaj bote e po ashtu edhe në ahiret. Allahu do të na shpërblejë të tepër shumë. E përmendin dietarët se pastërtia ndahet në dy lloje. Është pastërti kuptimore, do thotë abstrakte, dhe pastërti konkrete. Pastërtia kuptimore, pikërisht kjo është ajo të cilës muslimani duhet i kushtoj vëmendje të madhe, sepse është pastrimi nga gjunahet, pastrimi nga mëkatet. Për shembull tek abdesi, kur njeriu e lan fytyrën e tij, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nga fytyra e tij, nga sytë e tij i dalin të gjitha gjunahet që i ka bërë me sytë e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Idha tawadda al-'abdu al-muslim, kur robi musliman të marr abdes, fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynihi ma'a al-ma'. Dhe thot e lan pastaj fytyrën e tij. Thot me këtë larje që ja bën fytyrës, i del çdo gjunah të cilin e ka bërë me sytë e tij, e ka shikuar me sytë e tij, pra së bashku me ujin, apo thot transmetuesi me akhiri qatri al-ma, me pikën e fundit të ujit. Është përmendur syni, dhe Allahu e di më së miri, do thot se vetëm sa për të ilustruar, sepse ndodh që edhe hunda të bëj gjuna, edhe goja të bëj gjuna. Pra njeriu ndodh që flet fjalë të cilat përbëjnë gjuna dhe janë haram, apo të nuhat me hundën e tij gjëra që e ka të ndaluar ti nuhas. Mirë po është përmendur syri sepse zakonisht njeriu më së shumti bën gjunahe me syrin e tij, me anë të shikimit të tij. Do thot kur njeriu e lan fytyrën e tij gjatë abdesit, atëherë nga fytyra e tij, nga sytë e tij i dalin të gjitha gjunahat që i ka bërë me to. Pastaj kur i lan duart e tij, i dalin të gjitha gjunahet që i ka vepruar me duart e tij. Po ashtu kur t'i lan këmbët e tij, i dalin gjunahet nga dy këmbët e tij. Dhe në fund të abdesit do të jetë i pastër nga gjitha gjunahet. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala kur e përmend abdesin në Kur'an, pastrimin e trupit, ghuslin dhe tejemumin, çfarë thot? Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin. Allahu nuk dëshiron për ju t'ju bëj të rënd fen. Walakin yuridu li yutahhirakum. Mirë po dëshiron Allahu që t'ju pastroj nga gjunahet. Wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Dhe që ta plotësoj dhuntin e tij ndaj jush,
në mënyrë që ju pastaj të tregoheni mirënjohës ndaj Tij subhanahu wa taala. Do thotë Allahu t'ju pastroj si në anën fizike, po ashtu edhe në anën shpirtërore të brendshme. Andaj ne si musliman duhet ta sjellim ndërmend këtë gjë, këtë kuptim madhështor. Do thotë ta sjellim ndërmend se abdesi që ne e marrim na i fshin, na i largon gjunahet. Dhe po ashtu ta sjellim ndërmend se nëpërmjet këtij abdesi Allahu na shpërblen shumë, andaj të shpresojmë shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, Allah është i vetmi ai i cili sjell sukses njerëzit, i jep sukses njerëzit drejt kësaj. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.